që do t'i marrim e vetë, asë gjë s'do marrim. Asë gjë. E di dhe i vetë. A i do bëj një gjë të mirë, për mua me që kalova nga një temë të tjetër, që ka plot mërë të thash dhe radhën e parë gjitha, ka plot mërë rinia Partisë Demokratike, njerëz të shkollum, intelektual, po lere mërë vlla partinë. Lere mërë vlla, lere mërë tezi për para. Shqipëria është... Këte e thut, shan e bërë, shifsha djesë ancën, këne e votoj për rezolutën për parlament e Evropian. Ti je koshient se kështu ka qenë historikisht në ditën e sot, apo jo? Ore, pazaren politikë, unë duke qenë politika nuk bëhet që ta njofi dhe se kam gjallë, babajnë timi i thosha për erë, politika nuk bëhet mi tavolinë, që ta marri vesh populli, politika gjithmonë bëhet në tavolinë. Atje ku se merr vesh populli, bëhet e pshet, si e i gjarbri, që thash për pasurinë. Pra kështu e kanë bërë historikisht? Po, normalisht po. Nga në 10 e kënej. Se kur ka qenë partia shtetit, ishte ai diktator Enver Hoxha i të prisë kokën. Ako dhe cile ka qenë marrëdhënia e vërtetë e zotit Nano me Berisha për te i kamrave? Shiko, më ke preku në një vend që unë, jo vetëm unë, po gjithë grupi shoqërimi dhe që kanë qenë këshilltarë dhe njerëzit dhe afër të Fatos Nanos, është një gjë që edhe tjatit edhe vetë Fatos Nano kanë ngel peng. Unë e kam shoqëruar për herë të parë, kur nuk isha, domethënë, kur erdhi nga spitali dhe unë isha vetë në një gjendje të keqe shëndetësore në Athinë dhe ishin pothuajse në një vend, dhe kur u kthye për herë të parë, kam shoqëruar ke babai vet, ke Indjeri Thanas Nano, edhe se këto janë gjëra që njerëzit nuk i dinë, edhe i ka thënë se do dalë atje kurse, se nuk i ka thënë Jadi, Fatos, çfarë po bën me Sali Berishën? Të shkatroj jetën, të futin burg, nuk e shijove nënë që vdigje tjera. I ka thënë vetëm, unë isha shoqëruesi i i ka thënë, shiko Bushku, se Bushku i thoshe Tjadit, unë nuk do bëj atë që i bëri Berisha, ta bëj Berishën e ro. Edhe mardhëni dhe Nanos, Nano ishte intelektual. Nano gjithsesi e bëri burg të pa drejt, i fitoj gjitha, nuk i fitojnë gjykatat shqiptare, me jo, i fitojnë gjykatat italiane, për ndihmat, vodhin ndihmat italiane në të dysh. Fatos Nano ka qenë tolerant, Berisha i ka shkatru jetën. I ka shkatru karierën dhe jetën. Berisha dhe Ilir Meta bashkë. Edhe ca eksponent Partisë Socialiste mrena, kur Nano ishte në burg. Ka shumë gjëra. Makina e vllajt tim shkote për herë nga Tirana në Bënë, që i qote me shoferin personal Ramet Pas Takim Lesh. Do t'i thosh emrat e eksponentëve të Partisë Socialiste? Pa i dine i thashtë të ditë që i bori vdekur. Ca janë të vdekur, ca janë të gjallë. Ka pas kundërshtar të mërshëm mrena partisë, me gjitha të Partia Socialiste ka pas edhe debatin, edhe po Nano me zgjorësin e vetë, atë KPD-n e famshme e shmango me një zgjorësi të papam, një leadership i të majtës evropiane, e që unë, por shumë njerës që kam qenë prezent në takimet që ka bo edhe me Berlusconi dhe me gjithë personalet e lartë të huaja. E parashikon dhe që në atë kohë se si do të përfundon dhe politika sot? Pak në forcat politike? Po normal. Normal, e i bilem ta kam thënë edhe sa t'jetoj, unë di shumë gjëra episode nga Nano. Nano ishte nga ato intelektual që nuk e them këshu me superlative, po ishte në kohën e gabuar dhe në vendin e gabuar. Nuk ishte Nano, Nano do t'ishte në i kohë tjetër. Nano ishte politikan liberal, Nano ishte një politikan tip francezi. Ako dhe bën shumë komente se si arrin sot Berisha të ruajë të njëjtën linjë në Partinë Demokratike që në vitin 90 deri më sot. Pse nuk largohet? Janë pyetje shpesh edhe retorike. Ka ndryshuar Berisha nga ajo kohë deri më sot? Shiko, nga ajo kohë deri sot ka ndryshuar vetëm një gjë nga Berisha, që nuk të vret me. Nuk bën demonstrata të dhunshme, nuk eliminon kundërshtarët,